Sot lexova një lajm aty në mediat shqiptare në online që jo thjesht më bën pak kënaqur, po më ndënjon pa mas që do të bëj një protest, po s'kam ku të bëj, si tha me gjeni ku s'kam tha një grysht që t'i bi malit që zbzaun. Është e pafalshme. Mos profesionalizmi i gazetarëve, edhe mos kompetenca e gazetarëve është e pafalshme. Edhe unë habitem se si qeveria shqiptare nuk i padit dhe myll gazetat të tilla, sepse kjo nuk është cenzur kur abuzohet me medjen, edhe sidomos abuzimi është i tillë që jo thjesht ja prish imazhin institucioneve të ndryshme, qeveritare, pra qeverisë, por krijon në popullin e vet që lexon, krijon jo thjesht pak kënaqësi, por bindjen e një përfshirje në abuzime dhe korrupsion nga qeveria shqiptare. Qeveria duhet marrë masa. Qeveria duhet i dënoj ashpër gazetarët dhe gazetat të tilla. Duhet dënohen jashtëzakonisht ashpër. Lajmi është kështu, vëllezër e motra. Jepet një lajm sot në gazeta, në gazetën online që lexoj unë, që një vajzë shqiptare nga Tirana, pas ka hyrë në online, si duket i kanë online që shohin këto gjobët, edhe pas ka pa që për një ndalesë makine, në të njëjtën orë, në të njëjtën datë, në të njëjtën vend, pas ka dy gjoba të ndryshme. Pra dhe herë, ky është lajmi. Edhe thot, ka mundësi, jep lajmi, që policia i shtetit po abuzon. Shikoni sa mos profesionalizëm, edhe sa mos kompetencë për gazetari ka këtu në këtë gazetë, se po të lexoni gazetat, vëllezër e motra, unë jam dakord që japin opinione fëminore, se marrin kalamaj për ditë në gazeta, se kanë hap më shumë gazeta se sa përballon ajo, si thonë, kapaciteti mendor, logjik i Shqipërisë dhe shqiptarëve. Nuk kanë mundësi të marrin kaq gazeta. Unë kuptoj që ka gjona feminore, gjona qesharake, gjona idiote që lexon çdo ditë, në çdo lajm, në çdo artikull. Mirë po, mos profesionalizmi dhe mos kompetenca është diçka tjetër. Edhe sidomos kur ata instigojnë që thonë që mund të krijojnë jo thjesht pak kënaqësi, po edhe revolta ndaj kundër qeverisë, kundër shtetit. Për shembull, në qoftë se mund shkruash një artikull aty që ja serbët neve nuk na urrejnë fjala vje, me sepse një trajner serb që ka një serb që ka trajneri futbollit në Korçë, për shembull. Kjo është gjë qesharake, kjo është një idiotësi, është një lloj kalamanliku, sa ai ka gjetë punën, ai nuk e don. Ko diti që e don ai Shqipërinë se punon ku punon në që quhet si trajner futbolli. Këto fale nuk dënohen. Këto është gazeta, ai që ka kapacitetin gazeta, ai flet bullolli që kush do të blej. Por kur kalon në një shkrim të tillë, për shembull, që flet për këtë vajzën, pra një vajzë, shikojeni me kujdes, që kanë ku se në një ditë, në një orë, pra e kanë ndalu policia me makinë, për shembull, te rruga e Vorrës, se zemë në Tiranë, por shkëdhja nga Durrësi aty, unë e quaj rruga e Vorrës, po në Vorrë, ke kalimi i Vorrës. E kanë ndalu dhe e ka ndalu në Tiranë, të drita e kuqe. Po e zemë ka ndalu në Tiranë, ke Shalvaret, ku do di unë, aty ke rruga Tajvanit, rruga i Blirëve, si ka qenë quajtur, s'ka rëndësi. E kanë ndalu aty. Edhe masa e kanë ndalu policia dhe kjo di që i ka dhënë gjobën policia.
Ka ardhë pasaj kjo, se kur i ka marrë dokumentet nuk i ka shiku për shembull se sa gjoba ka marrë dhe ka ardhur ka hyrë në linjë. Deri këtu është saktë rregull. Edhe në linjë ka pa 2 gjoba për atë ditë, për atë kohë, për atë orë, edhe për atë ndalesë aty ke rruga, ke semafori. Edhe ka shku dhe është në kun media. Njeriu mund të ankohet ku doj. Është në kun media, duhet të ankohet në polici, po është në kun media për çfarë arsye. Edhe këta idiotët, kjo gazeta dhe këta psikopatët që janë gazetarë pafund, që çdo gazetë është mbushur. Gjoni thjesht lajmet, është një aty që më çmend që tek klana koha jone nuk e di çfarë, edhe e bën ata një goca nga Durrësi. Sot Shqipëria se zgjatë sa blogje, se si e marrin gazetare. Mirë po këto janë gjana aq stru kanë, kujtën se zbukorin gjuhën, kurse flasë s'kush gjuhën në të formë, të tjerë të flasin në rregull, por këto nuk janë. Por kur ti bën akuzë të tilla në gazetë, që një shqiptare ka hyrë online, edhe ka pa që policia i pas ka dhënë 2 gjoba në një ditë, për një ndalesë, në një orë, në të njëjtin vend, edhe thu pasaj si gazetare dhe si gazetë, që kjo mund të jetë abuzim që kur për ty idiot, që je në gazetë dhe shkruan ngjan si abuzim, edhe ti e thu që ngjan si abuzim shtetëror dhe policor, ç'a mendon ti do të ngjaj ke Sami Gjoka në Manës? Patjetër që do duket abuzim, patjetër që unë do të kem një mlef edhe një revolt kundrejt qeverisë, nëse edhe mund ka ndodhur një gjë e tillë. Këto duhet marrin përgjegjësi, këto duhet dënohen ashpër, këto duhet shkojnë në burg, gazeta duhet mbyll. Për arsye se këto kontribuojnë në revolta mosbindje qytetare kundër qeverisë me pa të drejtë. Në radhë të parë, nuk lejohet gazeta, nuk e lejon profesionalizmi i gazetës të merret me thashëtheme. Po të shkoj unë dhe të ankohem unë në gazetë, që policia e Durrësit më ka nalun Durrës në makinë, edhe për një ndalesë nga dhënë 2-3 gjoba, nuk mundet gazeta profesionale të thot një person të merret me thashëtheme anonime, por do të thot emrin e personit Sami Gjoka. Edhe nuk mundet gazeta ta publikoj këtë shkrim pas marrë përpara kontaktin me policinë dhe të thot policisë, ne po merrim me një shkrim, me një ankesë që Sami Gjoka ka paraqitur te ne. Nuk e dim nëse ka paraqitur ju. Sami Gjoka thot që për një ndalesë policia i ka dhënë figurojnë 2 lloj gjobësh. A është kjo e vërtetë? Edhe si mundet të marrë personi 2 gjoba, policia pastaj ty të jep përgjigje ose jo. Në qoftë se nuk të jep përgjigje, në gazetë thuhet Sami ju erdhi paraqiti këtë ankesë, edhe kjo është ankesa që ka Sami ju, ne e kontaktuam policinë, apo këtën, edhe ajo refuzohet në ja përgjigje. Këtu janë në rregull, i ke bërë gjitha. Nuk ke marrë me thashëtheme anonime, një person nga Manza, ashtu mund të them unë lajme për ditë për natë. Një person i Ministrisë Drejtësisë më tha më falni për shprehjen, që Edi Rama han sandviç aty kur po jep media dhe pjerdh gjatë kohës që po jep ato që bën ato që quhet iPad, ku di quhet një. Këta më tham, ky është mos profesionalizëm, kjo është një idiotësi, kjo është një poshtërsi, nuk është gazetarlik, për arsye se nuk kam personin që janë ku. Pra nuk ka. E dyta, gazetari tregon që është komplet i pa kompetent me diçka, për arsye se e paraqet si një çudi e madhe që pas ka marrë në një vend personi, pas ka marrë 2 gjoba në një ndalesë, në një ditë, në një rrugë, marrë idiot gazetar, marrë psikopat. Jo 1-2, po mund marrësh 100 gjoba të ndryshme. Për shembull, në qoftë se unë po hes me shpejtësi, edhe nuk mund të ndalojnë dritën e kuqe, u futa, unë kam 2 gjona aty, 3 me herë. Pa kujdesia, na e quajmë në Amerikë reckless negligence, një gjobë më vete kjo. E dyta, gjoba e shpejtësisë, kam qenë me shpejtësi, 2 gjoba, gjobë tjetër kjo, kaq ka qenë shpejtësia.
E treta mund të kesha qenë me shpejtësi, po unë kam ndalu aty, e kam ndalu me njëherë. Këtu s'kam ndalu, kam edhe drejt kuqe 3. Tash i ve policia 3 kanë që në fillim, ajo mund t'jap vetëm 1, edhe të lënë të kaloj. Po mora 3 pa hy. Kur fillon kontrollin policia, mor idiot, të shikon që s'ka rryp, të dhe edhe 1 me rryp. Të shikon se ke një armë pa leje, të jep edhe një dënim tjetër, të veçantë është ndryshe, marrën pa leje. Po shikon se ke për shembull edhe drogë aty, majtje droge, të gjitha në një ditë, në një orë, po janë gjoba të ndryshme. Po shikon që pas ka dhe një armë pa leje, po shikon që pas ka dhe drogë, po shikon që po boka dhe trafik femër, ke edhe një femër aty, të lidhme me dur mrapa, mor idiot gazetar, edhe nuk kanë fund. Çfarë mund të kesh bo, se mund të kesh bo dhe aksident aty, kur ke ardhë. Po mund të rezistosh edhe policit aty, i thu policit i gërpirë dhe se s'jap dokumentet, dhe dërohen sjellën edhe tje. Po kërkon edhe tikesh, e futet në marsh. Ka plot mos bindje ku do dio, ka plot gjoba që mund morësh më idiot, që se janë mush gazetat me rrugeqër. Dhe marrin kalamajt nga shkolla, ose edhe njerëz që janë bo plej se kjo, që më fletë, sotën e du rës është dënuar Sami Gjoka. Se që është një idiot aty nga dur si jep të lajmet, kryesisht për këto gjonat ligjore, se që ndodhin gjykate për krime, një psikopat, se ti mund të flasë Shqipen si individ i veçantë kudo. Mund të kesh mungesës, unë nuk e flas gjuhën shqipe mirë, por kur e flet në institucionet kështu të televizionit që janë këto medias, atëherë media është që po e pranon edhe po e reklamon këtë lloj të folje shqipe që sa shqipe. Është e palejueshme se si e lejoj një femër të tillë, një idiotë të tillë të flasë një shqipe kaq të bashkësverdume. Edhe këto gazetaret. Unë mendoj që unë po tisha qeveria shqiptare, më njëherë do ta hetoja këtë lajm. Do të dënoja shumë ashpër këtë lloj gazetare dhe këtë gazetë do ta mbyllja më njëherë, për arsye se kjo i bën thirrje popullit në mënyrë të kamufluar të nxehtme, të revoltohet, të ngrihet në protestë kundër qeverisë në mënyrë të padrejtë. Pra, se thot, si nuk ka verifiku, ka shumë gjana këtu, nuk ka verifiku nëse është vërtet përpara se të publikoj me policinë, nuk ka thonë që kështu përgjigj polici, nuk ka thonë që ne morëm këtë qendrën edhe refuzon të na japin ose na dhan këtë lloj përgjigje. Tjetër ka thonë që nuk mundet, sa shpajtu gazeta me këtë ignorancë, se kalamaj, edhe një herë vëllezër e motra, është e pafalshme se me çfarë ushqehi, me kush është ajo ajka, gjoja që në Shqipëri intelektuale është e pafalshme. Edhe pastaj shkoni dhe dënoni popullin se ka shit votot, ka ble votot. Ju keni më vjen shumë keq kur them vetes time ne, po ju që jeni atje në Shqipëri, më vjen shumë keq me çfarë ndodh, me çfarë edukate marrin, se çfarë shkollash dhe universitetesh janë që nxjerrin këto pederast nga goja, jo nga bëtha, e nga ato bolet që kanë këto pederast nga gojat, njerëz të tërëll, njerëz pa logjik, njerëz pa horizont, njerëz pa kompetenca profesionale e njerëz pa profesionalizëm. Edhe për tyre ne shohim median televizor, lexojmë gazetat, por edhe një herë unë mendoj, në këtë rast, policia, shteti, qeveria, duhet jetë pamëshirshme me këtë lloj media, sepse kjo nuk është cenzur. Jo sepse ka akuzuar qeverinë, por kur akuzon në mënyrë të padrejtë, falso, në mënyrë pa profesionalizëm, pa përgjegjësi, pa kompetencat që ke, atëherë duhet veprosh për arsye se këto i bëjnë thirrje popullit, dalën nga dalë, e ditë për ditë, jo thjesht për pak nësi, për proteste kundër qeverisë. Tashti, idiotët që janë të opozitës do dalin kundër, që mendojnë se unë po mbroj qeverinë. Nuk po mbroj qeverinë e Edi Ramës, por po mbroj akuzat e padrejta edhe mbjelljen e urrëties pa baza. Për shembull, po të thush që Edi Rama fjalave i ka po presion
Shqipërisë, kombit shqiptar Kosovës që të pranoj ato që jepte për shembull Evropa. Evropa ishte në krahun e Serbisë me këto asociacione, se Serbia është më fort, t'i bim kokës Serbisë, t'ul kokën se Kosova është e dobët pranon çdo gjë. Edhe Kosova nuk duhet ishte dobët për arsye se kishte edhin e fort me Evropën, duhet ishte e fort. Po edhi e tradhtoi. Për shembull, mande krahun e Vučićit dhe Evropës që mos ta prish për Evropën, në vend që ta shfrytëzonte atë që Evropa e kishte me sy të mirë. Edhin ta shfrytëzonte në krahun tonë që të paraqiste dhe Kosovën fort, se i bonin presion, Evropa i ka bërë presion në mënyrë të padrejtë Kosovës për asociacionet, për mi bërë qefin Serbisë, se duke i bërë qefin Serbisë, ata mendonin që zgjidhet problemi edhe pranon Serbia, ato njofi Kosova në këtë diu. Ndoshta ka qenë mirë, por ka qenë pak me hile Evropa edhe pak me të padrejt, ndoshta pak më mirë se duhet me qenë i qik më tolerant me më të fortin. Këtu edhim, po të sëlmosh edhim në këtë drejtim, zgudzon edhim të myll median ty, sepse është cenzur, sepse për idetë e ti, që ti mendon që janë të kundërta, edhe i ke të vërteta, se kështu ka thënë Edi, në këtë datë, në këtë orë është vërtet. Por të thush se një lajm anonim, falso, edhe mos të japësh verifikimin, kjo nuk është pastaj cenzur, kjo është me të drejtë, është akuzë falso, është akuzë rrem, ashtu sikurse më duket kanë dënuar një demokrat që ka akuzuar pa të qenë një rëmuj e madhe, u bë një zhurmë shumë para zgjedhjeve se më duket kishin dënuar për shpifje një person që s'ka shpifje ku të diun, kjo është shpifje madhore. Ky lajm, e si ky ka çdo ditë, që del gazeta, edhe thot që policia po abuzon se një qytetare pa emër, anonime që kanë ku të gazeta, edhe policia pas ka vu dëgjova ku mund dhe 100, këta duhen dënu. Kjo gazetë duhet myll. Policia shtetit dhe vetë shteti nuk duhet të heshtë të ketë frikë, sepse nuk po shkel normat, por po zbaton ligjin, sidomos kur këto janë organet informative. Nuk është lajmi, nuk është zbavitje. Për zbavitje unë shoh koncertin e Dua Lipës, për zbavitje unë shoh videot aty të Vrenocit nga Korça, Ilir Vrenocit, unë për zbavitje gjej këngët e tekstet e Ymer Nurgës, fjala vje, lexoj tregimet e Faruk Myrtajt, fjala vje për zbavitje, vjeshtet e Mikutin Vajtizoti, këto janë zbavitje. Shkoj e kënaqem i bëj telefon vllajt tim Gani, se kënaqem që më trego Gania, sa gjëra që më kënaqin, sa që më bëjnë me qesh gjithë faqen. Këto janë zbavitje. Lajmet, media nuk lexohet për zbavitje, lexohet për informacion, dhe informacioni nuk është thjesht për të mësuar se ç'ka ndodh, por edhe për të krijuar opinionin ku jemi. Pra, me këto duhet vepruar ashpër, arrept e me forcë. Profesionalizmin le të dënoj ai kolegjumja krye doktorit e heq nga puna kur janë kështu qesharakliqe. Për shembull, anonime, nuk mund shkush anonime. E ka dorë ai kryetari, nëse merr vesh ai nëse është ai më i mençur ai kryetari doktori, ama për akuzat shtetërore edhe hintës që thonë nuk e gjetë të fjalë, nuk është akuzë, po që jep me paramendu, jep me parandje, për kësa qeveria duhet marrë masa, jo vetëm për të mbrojt vetën nga që quhet ajo, që ban ti kur e thyn, kur e prish imazhin, e përlyn atë, e prish imazhin, por thjesht sepse por kjo po se thon zit, revolta, edhe pak nësi, pa baza në popull, kundër shtetit, kundër qeverisë, edhe mu nuk më intereson se bjen Edi Rama, por më intereson imazhi i qeverisë shqiptare, më intereson që populli im të mos metet një popull rrugaç që për çdo gjë ngrehet në revoltën protest, mas Sali Berishës, një popull harbut, rrugaç që për çdo gjë ngrehet në protest mas fjalavje Edi Ramës nesër. Këta janë popull harbut, këta nuk janë për shembull se nuk ngrehen se s'kan bukë, nuk ngrehen për shembull se kam një fëmijë vogël me një kanistrë, edhe del të shes sakulla në për që quhet në për
çadrat e plazhit e dënojnë këta. Për këta duhet ngrehesh, se së bonomi, se duhet mbrojnë ato të këta edhe mbrejt, që shesin në Durrës. Për këta ti ngrehesh, po ngrehen në protesta për pordhët e Sali Berishës, pikërisht sepse kemi këtë lloj medjesh, kemi këtë lloj gazetash, që servirin, falni për shprehje, këtë muce janë mutra, të gjitha ata, më falni se ka gazetari jashtëzakonisht, të mirë, të mrekullueshëm që dëgjoj, kam qejf të dëgjoj, edhe në këto lajmet, në këtë studi që thash që më neverit kjo, sa herë dele fik telefonën atë televizorin se dëgjoj, si harroj emrin kësaj, pa ta mësuar një herë emrin, që dele e thotë Shqipëria sot në spaku, fuck. E këto janë pështirosit e mia, sa mi gjoka ju për shnet.